absolute ka shkelur nen për nen ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe njerë theksoj, zonat, pejzazhet e mbrojtura janë zona në të cilat në rast se vendos zhvillimin, do të bësh një vlerësim gjithëpërfshirës të duhur. Dhe në qoftë se vlerësimi gjithëpërfshirës i duhur rezulton se nuk mund t'i prekish. Në rast se vlerësimi gjithëpërfshirës i duhur lejon që të avancosh me tej, je i detyruar të bësh vlerësimin e mjedisit, vlerësimin e thellur të mjedisit, vlerësimin e habitatit, janë 4 shkallë në për cilat duhet kalosh. Asnjë prej tyre nuk ka respektuar Edi Rama. 0. Tjetër, kërkon të këshillohesh me shoqërinë civile dhe komunitetin. Ka një konventa Aarhus e firmosur nga Shqipëria, e cila detyron çdo shtet që çdo veprim që bën të këshillohet me komunitetin. E pat këshillat me zvarritje. Këshilla me komunitetin ishte zvarritja sikur të mos ishin njerëz të protestuesve. Pra, askush nuk është kundër investimeve të huaja. Askush nuk ka qenë kurrë Partia Demokratike. Kemi qenë dhe jemi në përputhje me ligjin. Edi Rama ka shkel çdo ligj kombëtar dhe ndërkombëtar. E ka personalizuar dhe e vërteta është që përveç këtyre janë problemet e pronësisë, që tashmë janë bërë të njohura se kush është i përzir duart e zeza Tergy Sagasit, Artur Shehut, Engjella Gaçit, pra janë duart e zeza të Edi Ramës. Sot parlamenti duhet pasqyronte, duhet anullonte ndryshimet e bëra në 2024 për ligjin e mbrojtjes zonave, për zonat e mbrojtura. Por Edi Rama nuk e bën këtë, nuk e sjell këtë. Po tjetë për flamingot, theksoj këtu, se çdo njeri duhet i përmarrë të vërtetës. Flamingot i ka dhe do i ekzekutoj aeroporti. Aeroporti është shkatrimtari numër 1 i kolonisë së flamingove dhe aeroporti uroj që enti europian i aviacionit të mos jap licencë atij